Përshëndetje, miq të mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim një mesazh nga ëngjëjt për ditën. E sotme kemi mesazhin e ëngjëjve që na thot: medito për të gjetur përgjigjen e duhur, sepse një përgjigje pozitive, një po e madhe, do t'ju vi në jetën tuaj. Do të merrni një drejtim të ri në jetën tuaj. Me këtë dritën e universit në dorë, ju do të ndriçoni rrugën tuaj. Do të ecni. Sepse ka diçka më mirë sot në jetën tuaj për të ndodhur. Duhet të keni besim gjithmonë tek vetja juaj. Sepse duke patur besim, do të vazhdoni kështu thot, në këtë rrugë të ecni. Të jeni gjithmonë thot në veprim. Pra të hypni sikarit dhe të esni thot, të kalëroni, të jeni në veprim thot. Sepse në qoftë se ti beson vërtet në të ardhmen tënde të mirë, çdo gjë varet nga ty. Pra duhet të jesh shumë e vendosur. Informohu mirë për gjëra që do të bësh në jetën tënde, sepse çdo gjë e mirë do të vi shumë shpejt thot. Është koha e duhur që të realizohen ëndrat e tua, gjithmonë duke menduar pozitivisht. Pra gjithmonë duke menduar pozitivisht dhe duke zgjidhur gjërat në paqe, do të vijë një abundancë, pra do të vijë një bollëk i madh. Bollëk jo vetëm financiar, por dhe bollëk në anën shpirtërore. Abundanca është e përgjithshme edhe tek financat, por dhe në ana shpirtërore. Ky ishte mesazhi i ëngjëjve për ditën e sotme. Shumë faleminderit miqtë e mi të dashur.